Çdo prind, edhe shoqëria në përgjithësi dëshirojnë që fëmijët të rriten, të zhvillohen normalisht. Po rrita e zhvillimit tyre është indikueshëm shumë nga faktorë të ndryshëm, e që mund të përmbledhen në 3 grupe të faktorëve. Kemi faktorët egzogen, apo faktorët e jashtëm, ku bëjnë pjesë shumë faktorë, po ne po përmendim për shembull të ushqyerit, pastaj klima, stina, kushtet të ndryshme socio-ekonomike, faktorë të shumtë. Ndërkaq në faktorët endogen apo të brendshëm kemi hormonet, sekretimin normal i hormoneve, po edhe kemi faktorët genetik. Kemi edhe faktorin genetik apo trashëgimia gjenetika, ndikimi i saj, që tek tash për masa nga matjet që janë bë, matjet morfometrike të organizmit njerëzit, janë ekstrahu 4 faktorë. Kemi faktorin longitudinal apo të gjatësisë, pastaj faktori transversal i gjarsisë, faktori i vëllimit, edhe faktori i indit djamor. Gjitha këto janë bë në bazë të asaj se si janë projektuar ndryshore të ndryshme nga matjet që bën në organizmin e njeriut. Faktori longitudinal është diku në ndikimin e faktorit gjenetik deri 98%. Ndërkaq faktori transversal shkon diku 92%. Në bazë autorë të ndryshëm japin numra të ndryshëm, po këtu sillen këta numra të parafort. Përderisa faktori i peshës edhe vëllimit shkon diku deri në 50%. Aty mund ta marrim edhe faktorin e indit të djamor. Çka do të thotë se 50% është në ndikimin e faktorit gjenetik, po 50% tjera në ndikimin e faktorëve të jashtëm. Pastaj kemi faktorët patologjik, e që ndikimi i tyre në rritjen e zhvillimit të fëmijës është shumë i madh. Varësisht se a kemi të bëjmë me rritjen e zhvillimit të fëmijës në ende pa lind, pra gjatë jetës intrauterine apo ekstrauterine. Gjatë jetës intrauterine fëmiu në realitet zhvillon atë rritjen më të havshme, me intensitet më të lartë. Mirë, po këtu ndikojnë faktorë të ndryshëm, smundje të ndryshme, qofshin ato akute apo kronike që nëna i përjeton. Edhe shprehitje këqija të nanës, pirja e alkoolit, duhanit, po drogat, gjitha këto mund të ndikojnë në rritjen e zhvillimin jo normal të fëmijës. Edhe gjatë pas lindjes, atëherë mund të jenë smundje të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë në vetë organizmin e fëmijës direkt në rritjen e zhvillimit normal të tij.